Në këtë garë jemi tri reprezentacioni Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Do të janë rreth 60 sportistë që do të marrin pjesë në këtë garë. Kryesisht kjo garë organizohet me sportistë që janë pak më cilësor. Kryesisht jemi të fokusuar në disiplinën push standarde dhe pistolet standarde. Do të thotë është disiplina pak më e ngritur në sportin e qejtarisë, edhe nuk kemi për shkak kohës që nuk mund të zhvillohen faktikisht ato disiplina tjera, sot jemi të fokusuar vetëm këtë disiplinë. Disiplinën që sot jemi duke e bë, merr kohë 1 orë e 50 minuta gara dhe është edhe pjesa faktikisht e përgatitjes, po kryesisht ka disiplina tjera që zgjaten mbi 5 orë. Gara organizohet në patronatin e Federatës Qejtarisë Sportive të Kosovës, pa diskutim që ne kemi mbështetje kryesore nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nga Departamenti i Sportit. Po mbi të gjitha koordinimet faktikisht bëhen edhe me Komitetin Olimpik të Kosovës. Shpërblimi kryesor është kupa që fiton njëri prej ekipeve, do të thotë në bazë të rezultateve të gjithë garuesve, do të thotë të reprezentacionit. Po janë edhe shpërbime tjera në thjesht simbolike, në mira materiale, po edhe diploma dhe medalje. Qitja ka ecur shumë përpara, qitja e Kosovës edhe qitja e Shqipërisë. Ne kemi këtë garë pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në Kupa Botë, në kampionatet botërore, kemi 2 pjesëmarrës që kanë marrë pjesë edhe në Olimpiada, një në Driloni në Japoni edhe Manjola në Francë, do me thënë një i Kosovës dhe një i Shqipërisë. Kjo është bërë një traditë, është ere 18 që vim ne këtu, gjithashtu ne gjithmonë i kemi pas projekte të përbashkëta, kemi zhvillu dhe së vitet përbashkëta, edhe do t'i zhvillojmë akoma më shumë. Rrugtimi im ka filluar rastësisht, që në vitin 2004 mirë me sportin e qejtarisë. Jam sportist elitar, ku marr pjesë edhe në lojrat olimpike në Japoni, në Tokyo, në 2020. Sportist që e përfaqëson shtetin e Kosovës në kampionate evropiane botërore. Kjo garë është për pavarësinë e Kosovës, është diçka që e kemë ndërru. Kështu që gara më e mirë që kemi e vlerësuar në Kosovë është gara e pavarësisë. Përgatitja si çdo sport duhet përgatitje ekstreme, sidomos para garave. E kena kur e shtojmë intensitetin e ushtrimeve për shkak me rezultate më të larta, po edhe pas garave shtojmë ushtrimin për mos me lënë, domethënë, ramje në rezultat. Unë jam me pushk standarde ajrore, kategoria senior, domethënë kategoria më e lartë. Gartë që të kem rezultatin më të mirë që e kom pasur, domethënë të rekordin tim personal